الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فكبره تكبيرا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فكبره تكبيرا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فكبره تكبيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروا الجماعة كيوش فيستا برست festave të veçanta të muslimanëve, njëra prej dyjave të vetme të muslimanëve, ajo e Fitr Bajramit dhe kjo e Kurban Bajramit. Të nderuar xhamat, në Islam nuk ka të festosh pa sakrificë, nuk mund të gëzohesh pa u lodh. S'ka një histori të bujshme, s'ka një përfundim të mirë, vetëm se paraprakisht është mbushur me lodhje, me djers, me mund dhe vepra të mira. Sikur që në Ramazan ne e përfundojmë muajin me Bajram, njashtu edhe këtë fest e kemi si rezultat i veprave të shumta të haxhilerave, të cilët kanë lanë shtëpitë e veta, kanë lanë knatësit në shtëpitë e vetave dhe vataneve të veta dhe janë zhvesh nga petkat e kësaj bote duke vesh petkat e ahiretit. Kanë vesh ihramin dhe kanë marrë rrugën nga të gjitha skajet të botës për ta vizituar shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj ne kemi kurban dhe e kemi fest për çfarë arsye? Nga se paraprakisht ka sakrificë. Andaj të nderuar xhamat, festa e Kurban Bajramit na lidh me një varg historisht të muslimanëve, na lidh me Ibrahimin alayhis salatu wassalam, i cili pejgamber kishte ngrit shtyllat e fesë, shtyllat e Qabës së Zotit xhel xhelalu. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min al-bayt." Kur Ibrahimi alayhis salatu wassalam, thot Zoti i Madh xhel xhelalu, kishte ngritur shtyllat e shtëpisë, asaj shtëpie nga e falem na namazin qiblaja muslimanëve. Ky kurban dhe kjo fest na kujton neve me sakrificën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, vula e gjithë pejgamberisë, i cili me krejt djersën e vet, me krejt mundin e vet, është bërë sebeb kryesor, sikur që ka thënë Imam Shafiaiu, që krejt botat i bën ibadet Allahut subhanahu wa taala. Kjo sakrificë Kurban Bajrami na kujton neve edhe atë numrin e
njohur në mesin e muslimanëve, numrin e luftëtarëve të Bedrit, të cilët me qëndrueshmërinë e vet dhe sabrin e vet dhe palakundshmërinë e vet janë bërë sebeb 300 veta që sot me thanë lebejk Allahumme lebejk me miliona njerëz në Qabe. Sikur mos ishin ata sebeb, nuk do të kishte pas mundësi feja Allahu subhanahu wa taala me ec. Andaj tha Allahu xhelle xhelalu yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimati. Allahu dëshiron që me fjalë të veta ta çojë fejen e vet deri në ku? Deri në skaj që ka caktuar Zoti i Madh te bareke ve teala. Për këtë arsye të nderuar xhamat, kjo fe na kujton neve se gëzimet e njerijut janë të lidhura me data sakrifice, me data djerse. 300 veta kanë bërë sabër në luftën e Bedrit. Mirë po sot me mija dhe qindra mija dhe miliona njerëz e bëjnë vizit të pinë Allahu subhanahu wa taala. Gjithmonë në historinë e insanit ka dikush që ka sakrifikuar, dikush e gëzon. Andaj ne sot kemi gëzim, dhe festojmë. Dhe shumë prej muslimanëve fatkeqësisht të Kurbani Bajramit sikur nuk e ndjejnë shumë festën, sikur i harrojnë sakrificat e muslimanëve, sikur e harrojnë se ne jemi histori sakrificash dhe histori ku njerëzit kanë lanë mallin e vet, shpirtin e vet, trupin e vet, që feja Allahu subhanahu wa taala me kanë më e madhja. Andaj në këtë festë nderuar xhamat, le ta kujtojmë kretat sakrificë historie që ne sot jemi musliman. Andaj Allahu xhelle xhelalu na tregon neve në Kur'an se për këtë islam që ne sot e gëzojmë dhe jemi falëndërues ndaj Allahut subhanahu wa taala, ka dikush para neve e ka paguajt me trupin e vet, me shpirtin e vet, me mallin e vet. Kjo histori, ky Bajram, kjo fest na e kujton neve dhe çfarë? Na e kujton sakrificën e njeriu me vladin e vet. Kurbani ka ardhur te na si rezultat i çkaje? Kur Ibrahim alayhis salatu wassalam është urdhëruar që ta therr djalin e vet. Pra nuk mundet njeriu me shpëtue te Allahu xhelle xhelalu nëse e pret kurbanin, ama se ka pre mrena vetes egon e tina. Ibrahim alayhis salam e ka pre me thikën e vet kur e ka vendosur te Ismaili, e ka pre loçkën e zemrës vet në shpirt vet. Pastaj Allahu ja ka ndalu thikës me pre dhe ja ka dhënë dash. Na sot prejna dash, por çfarë? Për me pre këtë mrena egon, urrejtjen, inatin, zilien, haramin, të keqen, që kjo Kurbani Bajramit. Të festosh që zban haram, të festosh se si e i rrugës, të festosh se si e rrugaq, të festosh se si e pa besimtar. Po je musliman, je besimtar, je i devotshëm, i tutësh Allahu subhanahu wa taala. Por që ta i tush festue, çfarë kuptimi ka tjetër të ndërum xhamat? Festat. Çfarë kuptimi ka? Nëse ti në vetën tane, për çka kime festue? Çka kime festue? Çka kime thonë Zotit Madh xhelle xhelalu? Pse u gëzove? Ama nëse kime çka më gëzu, kallxo. Andaj thot Allahu xhelle xhelaluhu, begatit e Allahut kallxoj. Amma bi ni'mati rabbika fahaddith, kallxoj begatit e Zotit. Andaj jemi në festën e Kurban Bajramit për treguar na se në Islam nuk ka diçka që vjen gratis të ndërum xhamat. S'ka diçka që vjen pas sakrificë. Nëse e shetin në evlad, nëse e shet një familje ku ka sistem, ku ka program, ku ka disiplin, ku ka kujdestarit mirë, ku ka edep, ta di se një babe një nanu ka lodha ti, ta di se një prindu ka lodha ti. Ku ta shifsh një familje se po shkon qish duhet, ta di se një kujdestari mirë ju ka nejt hazër, ta di se dikush i ka bo tërbija ato. Kur ta shifsh dikan që nuk di musil, e nuk ka tërbija dhe nuk ka edukat, ta di se dikush s'ka therë kurban ati, si ka therë ego të veta dhe qefet e veta. A dhe të ndëruar xhamat, ne jemi ummet i cili gëzohet punës së mirë. Kurbani o punë e mirë. Kur e ti e therë kurbanin për hir të Zotit xhelle xhelalu, kur gja nuk i shkon Allahut përveç sakrificës tane në zemër, e kurbani jetë për fukarajën. Zengini e pret, fukaraja e ha. Zengini e pret, në sofër e ha. Çka i shkon Allahut subhanahu wa taala? Kurbanit për çka i shkon? As një sen Allahu thot, as gjaki, as lëkura, as mishi. Kur gja nuk i duhet Allahu xhelle xhelalu. Ai e ka kriju për juve. Kitë këto kafsh janë për neve. Mirë po na du të me kontë Allahit. Kitë që ka konë tokë dhe në qilë është e njerit. A guzon njeri mos më kanë i Zotit? Andaj Kurban Bajram do me thanë, njeri më kanë i Zotit, atër Zotit janë nështron kitë që ka konë tokë. Kitë hajvan dhe kitë gjalesa dhe kitë gjithë shka frimon për me të bëhë hizmet tyje. Ti kujna i ban hizmet, ti kujna i shërbim, ti kujna i e. Për këtë asyë Allahu subhanahu wa taala në këto festa na i ngjall këto kuptime se për ndryshe për neve o Bajram për dika në është vesh një datë në kalendar.
Andaj le ta shndrojmë për një me bajram, le ta shndrojmë për një me kurban bajram, le të sakrifikojmë nga gjithë çka ka në vetët tona për ta gëzuar dhe për ta kënaqur Zotin ton xhelle xhelalu. Elusim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Allahu na gëzon në shpirtat tonë, Allahu t'i gëzon familjet tona, Allahu t'na ban që në çdo sakrificë, në çdo mundës dhe çdo djers, që e japim sa do e pak që është, sepse Allahu mëshirën e ka të madhe. Allahu xhela mëshirën e ka të madhe. Elusim Allahun që Allahu ta ban kabul për neve. Sicili që ka marrë rrugë për në haxh, Allahu t'ja pranon. Ata vëllezër dhe motra që s'kan pas mundësi me shku këtë vit, Allahu t'ja ban nasib në vitin e ardhshëm ya rabbal alamin. Këta ata vëllezër dhe motra, dhe ato familje të cilat kanë thërr kurban dhe kanë prej hyjvan për hir të Zotit xhelle xhelaluhu, kanë der gjakun e hyjvanëve dhe kurbanave për hir të Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun që Allahu t'ua pranon. Elusim Zotin e Madh xhelle xhelal që Allahu na ban musliman, që çdo Zoti jo që çdojnë ana. Allahu na mundson me kuptu Kur'anin që ashtu që ka dash me thënë Allahu, jo çka e kuptojnë ana. Allahu na mundsos me ndjek rrugën e më të mirit për njerëzve të zotnisë së këtë njerëzimit, Muhammed Mustafa sallallahu salatu wassalam. Elusim Zotin e Madh xhelle xhelalu që Allahu t'i gëzon muslimanët anë kanë botës ya rabbal alamin, të doptit të muslimanëve, jetimat e muslimanëve, ata të cilët s'kan me hangër dhe janë fukara, Allahu të gjithë t'i gëzon në veri dhe në lindje, sidomos vëllezërit tonë që janë në sakrificë, e në luftë, e në shatora, të gjithë Allahu t'i gëzon ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتاب العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم تقبل منا صالح الأعمال يا رب العالمين اللهم اصلحنا واصلح ديننا الذي وعصمة أمرنا اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم اصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا يا رب العالمين اللهم كن مع المستضعفين أنزل عليهم من رحماتك يا رحمن يا رحيم اللهم اضرب الظالمين بالظالمين والمجرمين بالمجرمين ونجي المسلمين سالمين غانمين من كل بلاء وضيق يا رب العالمين اللهم أفرحنا وأفرح أهالينا وأفرح كل مسلم في الدنيا يا رب العالمين اللهم أنزل على أمة الإسلامية على أمة المسلمة من رحماتك يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام تقبل منا يا رب العالمين فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا خطايانا اللهم استرنا بسترك يا ستير اللهم استرنا بسترك يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون